Kosova po përballet me një klimë që po ndryshon me kalimin e kohës. Dimra më të lagshta, vera më të thata, përmbytje më të rënda e thatësira më të zgjatura. Nga ujrat që vërshojnë në rrugë, deri te burimet që shterojnë, gjithçka lidhet me ujin. Dhe aty ku uji ndryshon, ndryshon edhe jeta. Parashikimet flasin për rritje të temperaturës me deri në 2 gradë deri në vitin 2050. Kjo e vendos Kosovën përballë sfidave të reja nga mungesa e ujit për bujqësi, deri te rreziku i furnizimit me ujë të pishëm. Këto aspekte janë shqyrtuar në hulumtimin e publikuar nga ecma ndryshe për vlerësimin e politikave dhe praktikave për menaxhimin e ujrave të pellgjeve lumore. Hulumtimi i ecit, vlerësimi i politikave dhe praktikave për menaxhimin e ujrave të pellgjeve lumore është realizuar nga një ekip profesionistësh të fushës së mjedisit, politikave publike dhe menaxhimit të ujrave, të cilët kanë analizuar dokumente strategjike, legjislacionin dhe situatën në terren. Sa i përket gjetjeve, tregojnë se Kosova ka parafruar ligjërisht menaxhimin e ujrave me standardet dhe direktivat e Bashkimit Evropian, por zbatimi praktik ende mbetet i kufizuar, kështu që mungesa e koordinimit institucional si dhe monitorimi i pjesëqëm i cilësisë së ujrave paraqesin sfida kryesore. Raporti gjithashtu thekson ndikimin e aktiviteteve njerëzore si ndërhyrje pranë lumejve, shkarkime të ujrave të zeza dhe mbeturina bujqësore, të cilat realisht po shkaktojnë degradimin e habitateve. Po ashtu evidentohet se Kosova ende nuk ka një sistem të plot për menaxhimin e integruar të pellgjeve lumore, siç kërkohet në praktikat evropiane, dhe kjo po e vështirëson planifikimin afatgjatë. Në përmbyllje, raporti sjell rekomandime për përforcimin e harmonizimit me direktivat e BE-s, përmirësimin e zbatimit, investime në infrastrukturë, rritje të bashkëpunimit ndërkufitar e angazhim më të madh publik. Në të njëjtën kohë shton se ndryshimet klimatike po ndikojnë në ritmin natyror të ujrave, përkatësisht edhe në gjendjen ekologjike të lumenjeve. Sa i përket ndikimit të ndryshimeve klimatike në thatësira, reshje dhe përmbytje, realisht ndryshimet klimatike po e ndryshojnë ritmin natyror të ujit në Kosovë, duke e bërë një gjendje shumë të paparashikueshme. Atëherë verat po shoqërohen me periudha të zgjatura thatësie, që po ndikojnë drejt për drejt në bujqësi dhe furnizim me ujë të pishëm. Nga ana tjetër, dimrat dhe vjeshtat po sjellin reshje të dendura, që shpesh shkaktojnë përmbytje të menjëhershme. Këto ndryshime nuk ndikojnë vetëm në sasinë e ujit, por edhe në cilësinë dhe gjendjen ekologjike të lumejve. Pellgu i Drinit të Bardhë në vitet e fundit po përjeton më shpesh 2 ekstreme: përmbytje në dimër e mungesë uji në verë. Madje ditë më parë, si pasojë e rreshjeve të shumta, është rritur niveli i ujit në lumin të Plluha, duke shkaktuar qarje dhe dëmtim të urës së fshatit Zojs në Prizren. Njëri prej fermerëve të kësaj ane thot se përkundër kësaj është i detyruar ta shfrytëzojë urën për të kullotur bagëtin. Pika parë une, për shembull, suni maj lopt, du të mi hup me njeri lopt. Më shelë suni maj, se kom i shimin të aman, shelë nuk muj mi majt. Edhe du të mi hup lopt. Na për këti love po jetojmë. Po bëm i dare me gjithë shoqen, bashkë, po punojmë. Po mos mi pas lopë, çka do të bëjmë? Pi qilës nuk pik. Si ka pik kërkujna edhe neve, s'na pik. Sipas tij, edhe vera është shoqëruar me thatësirë. Klima ka ndryshuar, thati madh shumë si vjetë çka o kona, katastrofë o konë. Katastrofa madhe o konë si vjetë. Po, du të me përballu, që kena me bu. Kjo është edhe një dëshmi se kur uji ndryshon, prekët e gjithë jeta përreth. Sot ekosistemet në mbarë botën po përballen me humbje të ekuilibrit si pasojë ndryshimeve klimatike. Parqet kombëtare dhe zonet e mbrojtura që janë krijuara për me rujt biodiverzitetin e gjendjen e tyre më të pastër natyrore,
po ekspozohen ndaj presioneve të reja dhe të paprecedenta. Grojja globale po ndikon në temperaturën e ajrit, tokës, të ujit, sezonaliteti po ndryshon, thatësirat po zgjasin më shumë, ndërsa rreshtet ekstreme po shtohen. Si rezultat, shumë ekosisteme po humbasin balancën e tyre natyrore. Shumë specie tashmë po detyrohen të zhvendosen drejt habitateve të reja, sepse mjediset e tyre tradicionale po transformohen. Këto zhvendosje tregojnë qartë se ekosistemet globale po lëvizin drejt një gjendje më pak stabile dhe më pak të parashikueshme. Rënja e biodiversitetit është paralajmërim se po sfidohen kufijt ekologjik. Biodiversiteti ndikohet nga disa faktorë kryesorë, si humbja e habitateve të përshtatshme, urbanizimi, ndotja, si dhe natyrisht ndryshimet klimatike. Tashmë ne vetëm po i shohim efektet e ndryshimeve klimatike në biodiversitet edhe pritet që këto efektet përkeqësohen në të ardhmen. Disa prej ndikimeve kryesore të ndryshimeve klimatike në biodiversitetin e rajonit tonë janë humbja e habitateve natyrore, e shkaktuar nga rritja e temperaturave dhe zhvendosja e kufijve ekologjik. Ekosistemet pyjore, alpine dhe ato ujore po zvoglohen ose po transformohen. Ndryshimi i cikleve natyrore që po ndikon drejt për drejt të shumë specie, duke ndryshuar kohën e lullëzimit, migrimit apo të shumimit. Rritja e stresit klimatik për shkak të thatësirave më të gjata dhe temperaturave më të larta sezonale, rritja e rrezikut nga erozioni dhe zjarret, rreshtet e mëdha jashtë sezonit, të cilat po shkaktojnë vërshime dhe përmbytje të pakontrolluara, shfaqjet e llojeve të specieve invazive, të cilat po kanë tolerancë më të lartë ndaj ndryshimeve klimatike dhe po konkurrojnë me speciet vendore, si dhe rënja e biodiversitetit e vërejtur tashmë në shumë parqe, ku disa specie janë në ulje të vazhdueshme. Kur biodiversiteti bie, ekosistemi në një formë na paralajmëron se po afrohemi tek kufijt e tij ekologjik. Kur këto efekte shfaqen dhe në zonat e mbrojtura, kjo është një shenjë e qartë që duhet të veprojmë urgjentisht për të ruajtur ekuilibrin e natyrës. Kosova ka nisur të përfshijë ndryshimet klimatike në politikat e saj. Strategjia kombëtare e ujit kërkon ruajtjen e burimeve, ndërtimin e rezervuarve të rinj dhe përdorim më efikas të ujit. Komuna e Prizrenit ka hartuar planin lokal klimatik, me synimin për kontribut ndaj zhvillimit të gjelbër të qëndrueshëm. Po masat cilat i ndërmerr komuna ndaj përshtatjes së ndryshimeve klimatike janë kryesisht ato ekzekutive. Komuna zbaton ligjet e Republikës Kosovës, rregulloret, i fuqi dhe udhëzimet administrative. Objektivat e komunës së sektorit për mjedis dijen janë obligime dhe përgjegjësi për ruajtjen e mjedisit, ajrit, tokës dhe ujit. Për momentin sa i përket ajrit, ne nuk kemi ndonjë stacion kështu qëndrueshëm për matjen e cilësisë së ajrit, edhe pse më herët kemi pas një stacion edhe nuk kemi ndonjë ndotje të kalueshme të ajrit, mund të them në drejtim nuk jem keq edhe nuk kem ndonjë industri të rëndë e cila liron ndonjë sasi më të madhe të gazrave, ndërsa sa i përket tokës kem kujdes sidomos në pelgjet lumore që mos dëmtohen, pyjet të mos dëmtohen. Këto janë objektivat cilat mundon me i realizu në të ardhmen, si që këta. Aktivistët konsiderojnë se në këtë situatë nevojitet menaxhim i integruar i sistemeve ujore. Sipas hulumtimit, sistemi i ujrave duhet të menaxhohet në mënyrë të integruar dhe të koordinuar në mes të institucioneve dhe komuniteteve. Kjo përfshin monitorim më të avancuar të prurjeve dhe cilësisë së ujit, përdorim më efikas të burimeve, ndërtimin e rezervuarve dhe kanalizimeve, si dhe masat e qarta për parandalimin e përmbytjeve dhe ndotjes. Raporti thekson se ruajtja e burimeve malore dhe e specieve të ndjeshme si ato në zonat e parkut kombëtar të Sharrit është një shembull që tregon se si praktikat e qëndrueshme ndihmojnë në mbajtjen e ekosistemeve ujore të shëndetshme. Uji është jetë dhe jeta në Kosovë varet nga mënyra se si e mbrojmë atë. Ndryshimet klimatike nuk janë më e ardhme, ato janë këtu. Çfarë bëjmë sot përcakton sa jetë do të mbajë lumi nesër.